po shkojmë drejt asaj rrugë. Sa optimist je, heci mirë, apo? Patjetër. Po pse po kalojmë keq në Pisa? Ne në garën e Pisës nuk është dashur me hyj s'pak edhe një 30 vite. Nuk është dashur. E kemi pranuar në vitin 2015 hyrje në garën e Pisës fare pa përgatitur. Nga niveli lartë e deri të këndzancit që ata kanë qenë më të papajshme. Është përfshi mosha 15 vjeçare fëmijëve, kur fëmijët kanë ardhur nga shkollat fillore në shkollën e mesme. Kanë ardhur nga shkollat të ndryshme me përgatitje të ndryshme, sa të peshat nuk janë njësoj nga shkolla në shkollë ndryshme, se janë kriteret të ndryshme. Janë kriteret të mësimdhënësve si kanë notuar, pastaj ajo përgatitje nuk ka qenë e duhur dhe mjaftueshme për të hyrë në garë. Testi Pisës kryesisht shkon me aktivitete e zhvillimit të shkallësive të butat e fëmijëve. Që ne veç tash kemi filluar me i prek ato. Në atë kohë, ndoshta dikush e ka ditë nocionin, ndoshta dikush se ka ditë, mos flas fare që s'janë përgatitur nxënësit. Aq më shumë, edhe vetë ne si mëdhëse, si mësimdhënës, po akuzoj asken, kemi thonë hajtë shkruni diçka çka të, se kemi ditë peshën çka është. Putesh ti në garën e sa shtete kur që 30 vite e kanë kaluar më shumë testin në kuadër të klasës, e të shkollës, e të komunës, pastaj të shtetit, edhe më vonë kanë dalë jashtë shtetit. Ne kemi hyrë në garë me ato shkolla që bëjnë që 30 vjet testin. Edhe ne kemi shkuar direkt. Edhe për ata jemi ku jemi. Një jetë të tërë në arsim, familja nuk e kanë pas baslet me të supportu. Zonja ju e nderuar nuk e ka pas fort let. Po normalisht se jemi në 8 mars, edhe dojna mi auru 8 marsin zonjës tuaj. Po dhe mi a qajt halët, që ka hek me ty. Unë e falenderoj dhe familjen e ngushtë dhe gjerë, dhe pse kemi vepruar në kohë kur kemi qenë të okupuar si popull, por familje tonë shumë dhe kisha dhe vllaun Burgos, normalisht e njeh edhe satën edhe gjithmonë. E sa brajshorin, regjisorin, profesorin e nderuar, e kam taku një ditë i kam thonë sa fat ke pas që shkove në Zarë, të Arbresht, se di ku i flen shpirti, e që e përshëndesin shumë, që përkundër gjitha atyre, përkundër edhe rrezikut që e thamë më herët nga okupatori, më ka kuptuar drejt edhe familja dhe shoqen e falenderoj shumë për durimin që ka pas, se unë nuk i kum pas 8 orë punë. Me vjen keq që thom me modesti, por minimumi, këtu bile lexohen intervistë kur është bërë me mua nga nxënësi im edhe tash kanë arritët në Anita Saitën e kam bashkëpunoj me drejtorinë e mirëqenies, është kënaqësi kur ajo më ka intervistuar mua në shkollën kur ka qenë nxënëse, këtu është ai kënaqësia ime kur sot bashkëpunoj bashkë. Po kur i takoj profesionalizuar, të arsimuar. Në mesin e gjitha pyetjeve ishte sa po të nevojitet kohë me përballë gjithë këtë angazhim, këtë aktivitet që shkolla dhe në Ladin është bërë qendër e gjithë aktiviteteve kombëtare. Edhe normalisht, edhe aty e kisha thonë, dhe po them edhe tash, puna ditore ime ka qenë minimum edhe torë. Që s'kum pas të rarë, që edhe shoqë edhe fëmija janë pajtuë, thash minimum. Që janë pajtuë, i falenderoj shumë atë për durimin që kam pasur, ndoshta se kam më të mirën të mundshme për familje, se kam pasur obligime për arsimin, për shkollën, për çështjen kombëtare, por megjithatë unë i falenderoj. Unë duhet ta dur trokasin, po kime na thonë si e quajnë që ti themi zonin nderuar, po të përshëndesim. Me kënaqësi, direkt. Uroni jo, në mbrapa juve. Gjitha në nëmë, Sa fëmijë keni në zonën tuaj? 5 fëmijë. Djemë e vajza? 3 vajza, 2 djemë. 3 vajza, 2 djemë. A kanë shku rrugës tënde, apo kanë zgjedhur rrugë të ndryshme? Në falenderoj, vajzën e madhe kemi mjekë. 2 djemë të kanë mbaruar DIF-in, o djali i madh punon televizionin T7 në skemën programore. Djali i dytë është profesor edukatës fizike, punon profesionin e babit. Po është edhe vajzën e dytë e kam mësuese, punon profesionin e babit. Nja dy, dhe që paske tërheq në... Vajzën e vogël e kamioniste, tash ka mbaruar edhe provimin e jurisprudencës. Ajo pak është dalluar nga drejtimi, se ne ma shumë drejtime shoqërore, jo juridike.
megjithatë ka pas dëshirë qysh nga shkolla fillore, por me punë ka rrit dhe kështu. Çfarë temash dominojnë në bisedat tuaja të mbrëmjes, po famë mblidheni në darkë dhe Thonë të drejtën, po e them pak me vllazni çka, se ka herë bëjmë ka një për me vllazni politika. E di, Bexhet Brajshori nderuar, ish ministrin ton, profesorin e fakultetit e përshëndesim shumë. A keni edhe një tjetër shumë se një? E keni edhe një anë në Serbi? Jo, ne jemi 6 vllazën e një motër. 6 vllazën e një motër, që ta! E tema politike. Në vllazën thuaj se po nga njerë kalojmë në tema familjare, me shaka, ku të di. Kemi një vllaz të tretë, na më shumë na bën humor. Ato kemi më shumë na relaksu. Me sjell batuta, me sjell gjërat. Se mirë, po edhe me fëmijë, gjithsesi me familje, nuk janë ashkalun, po më shumë i orientojmë profesione. Mundohemi edukuar në përgjegjësinë që kanë për detyrën që kanë arrit, me punën e tyre, me përkrajen tonë, me shkollimin, që të rrim besnik punës edhe të bëjnë punën me nder, sepse puna e ndershme të jap horizonte gjithmonë. Mund kjo është ajo tema kryesore, normalisht edhe të arritur atë çka si çdo familje ka do shkojmë se do të ecë me kështu me radhë. Mësuesit e KNE është respektuar dikur shumë. Nuk është se nuk respektuat edhe sot, sepse në mendje në shpirt e thash e kemi në ndërdije që pesha e qiellit edhe mësuesit nuk matën dot. Po gjatë krejt kësaj pune, me shumë dashurie, me pasion, na thani gjatë bukur që e prisja me padurim në mëngjesin që të shkoj në punë për të edukuar brezat e ri, edhe mësuesit nuk janë shquar për të mira materiale, për rrogat mira, i ke thënë vetes ndonjëherë që duat ndroj rrugë, duat kaloj dikun tjetër për një jetë më të mirë. A ke pas në zhgënim të rastit, të qastit, të momentit? Po e them me sinceritetin më të lartë, njerëzor, edhe si pedagog, kur njeri nuk më ka shkuar mendja të ndroj profesionin përkundër gjendjes çfarë ka kaluar mësuesi edhe ekonomike edhe me çështje tjera të sigurisë. Kur njëherë. Tash edhe më herët, po të më jap Zoti edhe një jetë, unë do ta filloj përsërimin profesionit. A kemi bërë për arsimin uraj, ne vlerësojnë nxënësit, prindrit, institucionet, ne të vlerësojnë, megjithatë nuk jam i pavlerësuar, përsëri me modesti, po them, kur nda për herë të parë, Mirnjoja, drejtori me i dalluar, mu ka nda mua në vitin 2005, këtu e keni në revista dhe, kur është nda dhe kështu që... Kjo më ka dhënë ende ajo gjenerata juaj, shkollën Zenel Hajdini që ka qenë e vërtet, nga shkollën me problemet më të mëdha, e keni kthyer në shkollën më të mirë në Kosovë në momentet caktuara dhe me thënë drejtën të gjithë jemi lumturuar dhe ju përgëzojmë edhe sot dhe tonë jetën juve dhe gjithë stafin tuaj ta faktojmë. Po sot mësuesi në ditën e tij kur na ja urojmë të gjithë do ta ketë edhe ai vetë një urim. Cili do të ishte urimi jot sot për gjenerata, për Kosovën, për këtë vend që në realitet me jetë e me vepër e ke tregu se e donë shumë. E donë pa hile, edhe për këtë gjë edhe unë po të thamë shumë falenderit mësuesja jetë. Falenderit shumë ne. Fillimisht kisha me thirrje institucioneve që të bëjnë më të mirën të mundshme që arsimin vërtet e kanë prioritet. Në zhvillimin më të mirë dhe të hyjë me meritat dhe zhvillimin e arsimit në familjen e madhe të arsimit bashkëkohor. Lidhur me këtë bëj thirrje që të krijojnë kushte sa më të mira për mësuesit, që mësuesit me pasë vetëm detyrën e mësuesit. Sepse ne kemi raste, kom pasur në kolektive dhe që mësuesi ka kryer orarin mësimor, por nga nevoja për të mbajtur familjen dash më marrë me punë të tjera. Ende jemi nuk është as një punë e keqe për të bërë, të i përjashtu me vjellë, ku ta diun, për punë e mundit e ndjersës e ka mrekullinë e vetë. Por në mësuesi e ka një, se me tha, një thedër ndryshe të veshën, edhe ashtu duhet me ruajt vetëm atë thedrën e mësuesit. Këte e bojnë vetëm institucionet. Këte kam thirrje paraprakisht, uroj me në ndëgju edhe institucionet, uroj që shkollat t'i kthejmë në kampanjet fuqishme të dijes,
tempull të fuqishëm të dijes, por jo me ndikimin politik, por me autonominë e plotë të shkollës, me udhëheqje të fuqishme, se Michael Fallon thotë nuk ka shkollë të mirë pa drejtor të mirë dhe drejtor me vizion dhe guxim. Me zgjedh vërtet udhëheqësit e shkollës të merituar, me lënë autonomi që ata me udhëheq shkollën edhe normalisht me kërku llogari prej tyre dhe me apo performancën nëse është nevoja edhe mujore dhe vjetore. Në këtë mënyrë do të krijojmë ne mendoj staf të qëndrueshëm të mësuesve të mirë, të cilët do të marrin me përgjegjësi të lartë edhe punën për ta bërë. Edhe në këtë mënyrë ju bëj thirrje të gjithë mësuesve, uroj edhe një herë 7 martën festën më të veçantë për mësuesit, që prioritet pas e kam pranuar detyrën e mësuesit të japin punës me nxënës në mësimdhënie dhe mësimdhënie. Të japin më të mirën të mundshme, por të jenë edhe zëri fuqishëm për të kërkuar për kushte edhe të tyre, edhe të nxënësve, edhe të vetë shkollës. Urime mësues 7 mars. Urime të gjithë, urime juve. Në Japoni e kam dëgjuar që në nivel të mbretit kanë në ndërdije respektin edhe qasjen ndaj mësuesit. Faleminderit shumë që na ju dhe sonte në këtë natë feste. Në një festë që absolutisht unë e llogaris në jetën time ndër më të bukurat, më lidh emocioni për arsimin, për arsimtarët, për mësuesit që na dhanë, na japin e do të na japin dije. Dhe duke ju pas juve, besoni njeriu krijon bindjen absolutisht që vërtet qenë ka ky mësuesi që e pas ka pasion, punë e mbi të gjitha në ballë mision detyrën e tij. Shumë faleminderit që ishe me ne. Na jam faleminderit shumë që në rastin festën më të veçuar të mësuesit, jam mysafir. Përshëndetje gjithë shikuesit e emisionit juaj që është mjaft i pranueshëm dhe i shikueshëm. Falenderoj edhe të gjithë mësuesit për punën që kanë bërë në periudha të ndryshme, nder dhe respekt edhe mësuesve të cilët nuk i kemi në këtë botë, kanë vdekur me pushkën dorë për liri dhe për arsimin shqip. Për mua ishte një kënaqësi e veçantë në momentin kur më ke bërë ftesë, ti je mysafir në mision në festën më të dashur për mua. Kjo është festa e mësuesit. Mësuesi, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi.